Jurgen Toska është futbollist i ekipit të Flamurtarit, i cili sapo fitoi me rezultate 1-0 ndaj Vllaznisë duke u kualifikuar në finale. Urime Toska. Shumë faleminderit. Ky falenderim shkon për profesor Mario që na ka servitur dhe është munduar shumë të na arrit deri në këtë konkluzion. Jemi përpjekur shumë të bëjmë këtë lloj model loje, të erim shumë të tërhequr. Çdo gjë shkoi mirë. Bravo çunave. Mundet në gjysmën finale një Vllazni dinjitoze, një Vllazni kampioni në fuqi që kishte Orex për titullin, por dolet fitimtar. Për mendimin tim, ajo e penalizoi nga që sa na mendoj të lehtë, një neglizhencë. Diçka që ne prisnim ta bënin atë stil loja, dhe ne u përgatitëm për këtë loja. Dhe ja rezultati. Flamurtari është fituesi i Kupës së Shqipërisë në fuqi dhe tashmë në finale. Dhe kupa tjetër mund të ndesheni me Tiranën, se luan pak me forcat armatosur, por konsiderohet favorite. Pa do të kemi një finale, besoj Flamurtari Tirana. Besoj se do jetë Flamurtari me Tiranën në finale. Është një ndeshje shumë e fortë. Do koha tregon çdo gjë. Tashmë variantet i kanë syt tek futsalla, sepse janë të zgjonjur nga futbolli i madh. Dhe të patin futsalla të çojë në Vlorë një titull kampion. Pse jo? Me kalimin e kohës ka dhe ngritje dhe ulje. Një sezon të dobët, një sezon të mirë. Ne jemi një grup i ri në futsal. Besoj se do arrim diku. Urime dhe suksese. Shumë faleminderit.